Migrimi vazhdon të mbetet temë që dhem, e pasojat e tij janë gjithnjë më të theksuara. Largimi i familjeve të tëra për një jetë më të mirë ka goditur fort shkollat, të cilat, nëse i shikojmë nga një perspektivë më e gjatë kohore, dëshmojnë jo vetëm për ulje të numrit të nxënësve, por edhe për përgjysmim. Ky gjysmë vjetor i dytë në shkollat e Gostivarit ka filluar me 125 nxënës më pak dhe të gjithë ata janë fëmijë që lëshuan vendin bashkë me prindërit për një jetë më të mirë. Gjatë vitit shkollor 2025-2026, gjithsej 125 nxënës janë larguar nga shkollat e Gostivarit si pasojë e migrimit familjar. Numri më i madh i nxënësve të larguar vrehet në shkollat fillore të qytetit, veçanërisht në shkollën fillore Bashkimi, shkollën fillore Ismail Qemali dhe shkollën fillore Mustafa Kemal Ataturk, ku migrimi mbetet një dukuri e theksuar. Nga ana tjetër, shpresdhënës është fakti se gjatë po të njëjtës periudhë janë regjistruar 55 nxënës të rikthyer nga migrimi, e të cilët janë përfshirë sërish në procesin mësimor. Numri më i madh i rikthimeve është evidentuar në shkollën fillore Ismail Qemali, shkollën fillore Mustafa Kemal Ataturk dhe shkollën fillore Faik Konica, duke treguar një trend pozitiv të rikthimit të familjeve emigrante. Megjithatë, në disa raste procesi i rikthimit është ende në procedurën administrative dhe në pritje të miratimit nga ana e ministrisë, çka ndikon në vonesën e përfshirjes së plotë të nxënësve në mësim. Njoftojnë nga sektori i arsimit në komunën e Gostivarit, nga ku theksojnë se në shkollat rurale dhe disa shkollat të mesme është vërejtur një numër më i ulët i migrimit, por edhe rikthimi mbetet i kufizuar. Migrimi, si fenomen që prek arsimin, nuk është i pranishëm vetëm në Gostivar. Edhe komuna e Vrapçishtit po përballet me pasoja të ngjashme. Kryetari i komunës Isen Shabani bën të ditur se gjysmëvjetori i dytë i këtij viti shkollor ka nisur me 33 nxënës më pak. Tani në gjysmëvjetorin e dytë të shkollave që kemi, kjo është që më them, dhe është keq, domethënë migrimi masiv, domethënë ja kemi edhe nxënësit të cilët janë registruar në gjysmëvjetorin e dytë. Konkretisht në Vrapçisht kemi 2, në Dobordoll kemi 2, në Negotin bashkë me shkollat periferike kemi 18 nxënës dhe në Gradec kemi 11. Ndërkaq, pamja po bëhet e dhimbshme në shkollat e Malësisë, ku si pasojë e numrit të vogël të nxënësve janë detyruar të bëjnë edhe përzierje të paraleleve. Për të thënë keq. Vërtet është keq se kemi klasa me shumë pak nxënës, kemi me 2, 3, 5, kjo është për të ardhur keq. Ne kemi bërë përzierje të paraleleve që mos i mbyllim, domethënë, të ciklit ulët, domethënë, nga klasa e parë deri në të 5, të bëjmë përzierjen e paraleleve. E në ndërkohë që migrimi mbetet në përmasa masive, gjithnjë e më shpesh shtrohet një pyetje shqetësuese nga ata që, për një arsye apo tjetër, kanë mbetur në vend, apo shndrojnë këtë territori në vendbanime të moshuarve, me shkolla që po zbrazen e me të rinj që nuk kanë plan si ta ndërtojnë të ardhmen këtu, por me mënyrat se si ta braktisin vendin. E nëse ky trend vazhdon, rreziku nuk është vetëm humbje e nxënësve nga bankat shkollore, por edhe zbrazja graduale e jetës sociale dhe ekonomike të gjithë shoqërisë në përgjithësi.